135 bebe kanë ardhur në jetë në thuajse 3 muajt e parë të 2026-s. Sofika Xhelilaj, mjekë obstetër ginekologe, thotë se bazuar në shifrat jemi në të njëjtat kuota si në vitet e kaluara, duke mos pasur rritje apo ulje. 18% e lindjeve, sipas mjekës Xhelilaj, janë me seksio dhe 25 janë operacione ginekologjike, ndërkohë që pjesa tjetër janë lindje natyrale. Ideja është që ka filluar mirë si lindshmëri, deri tani ne kemi 135 lindje normale dhe nga këto 18% të cilave janë lindje me seksio, kemi disa rreth 20-25 operacione ginekologjike, shumë vizita, shumë ekografi dhe një aktivitet i pëlqyeshëm. Në krahasim me vitin e parë kemi instabilitet, nuk themi që kemi ndonjë rritje por nuk kemi rënje. Të paktën kemi instabilitet në lindshmëri. Rëndësi ka që ne të na dalin mirë si mamaja dhe bebi, derën e kemi të hapur me një përkushtim për t'u shërbyer, pse ja. Pas lindjeve të gjitha nënat, sipas mjekës, kanë qenë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa Xhelilaj thotë se këtë vit për fat të keq tek bebat ka pasur dhe fatalitete. Faktikisht s'kemi patur raste fatale, fal sistemit të sterilizimit që është shumë i përsosur. Nuk kemi infeksione, nuk kemi mos të marrim. Me shumë statistika nuk kemi probleme as intraoperator as postoperator, të paktën deri tani. Të papriturat që kanë ndodhur gjatë procesit janë zgjidhur fal stafit që e kemi të kompletuar tashmë dhe me mjek të rinj, sepse kemi patur edhe mungesë stafi më përpara. Me thënë drejtën, tash ka dhe të papriturat, fatalitetet që ndonjëherë nuk kanë lidhje me shërbimin, por që ka patur dhe rastet e bebat që nuk kemi dalë fitimtar, kur i thonë, por që me shumë gjasa nuk ka lidhje me shërbimin. Sipas mjekës ginekologe Sofika Xhelilaj, shumica e nënave kërkojnë operacionin, por janë mjekët të cilët vlerësojnë rastet. Në Spitalin e Vlorës, Xhelilaj thotë se lindin edhe shtetase të huaja. Duke parë që lindja është një proces që zgjat, të paktën mbi 16-24 orë, shumë herë dorëzohen, por ne gjithmonë vëmë logjikën obstetrikale, në kuptimin që aja vlen që kjo të bëjë operacion ose jo. Por zgjedhja ndonjëherë është e tyre dhe e zgjedhin më së shumti ndonjëherë kur lodhen nga kjo pritshmëri. Kemi edhe të huaj, siç kanë ardhur që shërbejnë, kemi filipineze, kemi ukrainase. Kemi patur. Pra, ka besim. Jo, domethënë më pëlqen, sepse mund të kem patur një përvojë tjetër ta zëm në institucione të tjera, por kur kanë ardhur këtu ka thënë çka kemi bërë, që kemi qenë ande, sepse shërbimi nuk i mungon. 3 vitet e fundit për sa i përket numrit të lindjeve vjetore në Vlorë është vërejtur një stabilitet në numrin e bebeve, të cilat vinë në jetë, por duke krahasuar me 10 apo 15 vite më parë, numri i lindjeve është në rënje drastike.